Personi që po e shihni në foto është Muharrem Ibraj. Personi në fjalë është një shqiptar që ka kryer krime lufte gjatë luftës së fundit në Kosovë. Muharrem Ibraj është shqiptar nga fshati Osek Hyli, komunës së Gjakovës, e që kishte kryer krime ndaj shqiptarëve nën uniformën e policisë serbe. E pikërisht për këtë, Prokuroria Speciale e Kosovës ka ngritur akt akuzë ndaj të pandehurit Muharrem Ibraj, i nacionalitetit shqiptar, për shkak të dyshimit të bazuar mirë se ka kryer veprën penale, krim i luftës kundër popullsisë civile, e sankcionuar me nenin 142, lidhur me nenin 22 të ligjit penal të ish Republikës Socialiste Federative e Jugoslavisë. Hetimet që janë bërë deri më tani kanë vërtetuar se i pandehuri pra Muharrem Ibraj gjatë periudhës 1998-1999 në fshatin Osek Hyl të komunës së Gjakovës, pra në fshatin ku ai kishte lindur, duke bashkëpunuar me pjesëtarë të forcave policore serbe, ka kryer krime si vrasje, dhunime, arrestime dhe keq trajtime ndaj popullsisë civile që nuk ishin të përfshirë në luftë. Pas përfundimit të luftës në Kosovë, Muharrem Ibraj u shfaq 2 herë në vitin 2005, pra 20 vjet më parë në vitin 2005, ku në Hag po zhvillohej gjyqi kundër ish presidentit serb Slobodan Milošević, në kamera u shfaq edhe fytyra e një shqiptari të Kosovës. Ajo e Muharrem Ibraj. Ai kishte marrë gjithat rrugë për ta mbrojtur Miloševićin, i cili ishte i njohur edhe si ish kasapi i Ballkanit, ku i mohoi të gjitha krimet serbe kundër shqiptarëve në komunën më të përgjakur të luftës në Kosovë. Në atë kohë, Muharrem Ibraj ishte emëruar shef i sigurisë lokale nga kryetari serb i komunës së Gjakovës, Momčilo Stančević. E një dëshmitar i prokurorisë pikërisht për këtë tha se forca e sigurisë përbëhej nga shqiptarë që ishin besnik ndaj Serbisë. Megjithatë, Ibraj mendonte se ajo që ka rëndësi është që as serbët dhe as shqiptarët nuk ishin dëmtuar nga kjo forcë. Muharremi kishte thënë se në qershor të vitit 1999 u detyrua të largohej nga Kosova dhe pas dislokimit të KFOR-it, 6 anëtar të familjes së tij u rrëmbyen, pasi nuk bashkëpunonin me ushtrinë çlirimtare të Kosovës. E ku një gjyqtar e pyeti pse nuk e mbështeste UÇK-n, Ibraj u përgjigj, UÇK-ja ishte kundër shtetit. E i njëjti shpeshherë në mediat serbe kishte dhënë deklarata të ndryshme kundër shqiptarëve. Personi në fjalë, që nga qershori i vitit 1999 jeton në një fshat në Nish të Serbisë. E për të njëjtat krime dyshohet edhe babai i Muharremit, Mus Ibraj, i njohur në Gjakovë si Mushk Jakupi.